23 raporte të revizionit nga viti i kaluar ku janë evidentuar shpenzime jo ligjore të parave të qytetarëve i janë dërguar prokurorisë. Këtë e zbuloi revizori shtetëror Maksim Acevski në emisionin Biznes 21 për raportin i cili së shpejti duhet të publikohet. Žalimo ima sustave koji što se normatni kako revizorskog izveštaj na Agencijete za upravljanje sa odzemljenjem, kada što utvrdivme nekad около 445 miliona денара неуплатени средства во бюджетот на државата или за повеќе години или некаде околу 7.212.000 евра. Tha se institucionet më së shpeshti nuk duan të veprojnë sipas rekomandimeve të revizorëve. Revizionet kanë treguar se qytetarët nuk marrin shërbime dhe cilësi për të cilat paguajnë miliarda euro në vit. Kemi gjendje katastrofale në shëndetësi, atje gjithçka është alarmante, shton Acevski. 2/3 të institucioneve publike shtetërore janë jo funksionale dhe të paqëndrueshme. Имаме набавена оprema koja što stoji со години неотпакувана. Жалостно е таквата состојба. Вие да набувате опрема, да не направите проценка дали имате просторни услови, дали имате човечки ресурси, дали таквите човечки ресурси се едуцирани да ја користат таквата опрема и така натаму. Замислете, вие купувате авион, a nemate pilot. I pyetur nëse kryetaria e Komisionit Antikorrupsion Tatjana Dimitrovska duhet të jap dorëheqje për shkak se është e dyshuar në lëndën aditiv, Acevski tha. Јас силно верувам во презумпцијата на невиноста, се дека судот не го докаже спротивната, јас верувам дека таа е невина. Acevski tha se kjo ka udhëhequr me ekipin e revizorëve për EMV, ku për revizion të dy furnizimeve publike, prokuroria ka dorëzuar aktakus. Pyeti, a nuk dëshmon kjo profesionalizmin e saj?